بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Në ligjëratat e kaluara kemi folë për Ademin a.s. Folëm për Shifin a.s. I cili ishte prej bijve të Ademit, I cili ishte pejgamber. Pastaj vjen Idrisi a.s. Mirë po për Idrisin a.s. nuk ka shumë ajete apo shumë hadithe që janë përmend për Idrisin a.s. Dhe informatat janë më të pakta. Kështu që sot do të flasim për Idrisin a.s. Me ato pak informatat që ka ekzistojnë, pastaj do të vazhdojmë me Nuhun a.s. Idrisi a.s. është përmendur me emrin Idris në Kur'an. Në Tevrat është përmendur me emrin Uhno. Te grekët e vjetër është njohur si Hermos. Te egjiptianët e vjetër është njihet si Tuti dhe Tahuti. Ndërsa në Kur'an e cekëm se Allahu e ka përmendur emrin me emrin Idris, që vjen prej fjalës ders, se thuhet se Idrisi a.s. ju ka mbajt ders dhe mësim popullit vet. I ka thirr në Islam, I ka thirr në adhurimin e Allahut, I ka thirr në namaz, I ka thirr në zeqat dhe I ka thirr në punë tjera të mira. Transmetohet se Idrisit a.s. I kanë zbrit 30 fletushka, 30 sahife. Në një transmetim tjetër thuhet se I kanë zbritur 50 sahife, 50 fletushka Idrisit a.s. Thuhet se Idrisi a.s. ka qenë I pari I cili e ka përdor lapsin. Thuhet se Idrisi a.s. ka qenë I pari I cili ka veshur rroba të qepura, sepse më herët para Idrisit a.s. I kanë veshur pëlhurat dhe lëkurat ashtu siç kanë qenë dhe janë mbuluar me to. Prin kona Idrisit a.s. thuhet se ka nis mu vesh rrobat e qepura. Idrisi a.s. thuhet se ka lindur në Babil të Irakut, në Irakun e sotshëm. Ndërsa me një mendim tjetër të dietarëve thuhet se ka lindur Idrisi a.s. në Egjipt. Cilat janë cilësitë me të cilat u pajis Idrisi a.s. Allahu subhanahu wa taala e ka përmend Idrisin a.s. në Kur'an duke thënë: "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Thot përkujto në libër edhe Idrisin, I cili ka qenë I drejt dhe pejgamber. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dhe ngritëm atë në një vend të lartë. Këtu Allahu subhanahu wa taala përmend Idrisin a.s. me 3 cilësi. Cilësia e parë është siddiqan nabiyya, po thot siddiq. Idrisi a.s. ka qenë I drejt, ka qenë I siddiq, ka qenë I besueshëm, ka qenë I sinqert. Dhe se drejtësia është shumë rëndësishme dhe ka vlerë të madhe te Allahu subhanahu wa taala. Ai
i besonte të gjitha argumente që ja ka shpall Allahu subhanahu wa taala, punonte me ato argumente, punonte me ato shpallje të cilat i ka shpall Allahu. Cilësia e dytë që ka përshkruajtur Allahu në këtë ajet, nebija, ka qenë Idris alayhis salam nebi dhe nuk ka qenë rasul. Çka është dallimi midis nebija dhe rusul? Rusul janë ata pejgamber të cilët Allahu i ka dhënë shpallje të re, i ka dhënë legjislacion, i ka dhënë shariat. Ndërsa nebi janë ato pejgamber të cilët nuk kanë pas shariat të vetën, nuk kanë pas legjislacion të vetën. Allahu i ka dhënë shpallje apo ja ka shpall disa sahife, disa fletushka, sikur që ja ka shpall Idrisit alayhis salam, dikon 30 apo 50 fletushka apo sahife. Rusul, dhije se ka qenë Muhamedi alayhis salam, se Allahu i ka dhënë legjislacion 3, sharia 3, ka dhënë Kur'anin. Rusul apo rasul ka qenë Ibrahim alayhis salam, ka qenë Musa alayhis salam, ka qenë Nuhu alayhis salam, se Allahu i ka dhënë sharia 3, i ka dhënë legjislacion 3 këtyre pejgamberëve, të cilët janë rusul apo rasul. Cilësia e tretë, thot Allahu wa rafa'nahu makanan aliyya, dhe ngritëm në një vend të lartë, në një gradë të lartë. Allahu e ka ngrit Idrisin alayhis salam me famë, e ka bën me famë për shkak se ishte nebi, për shkak se ishte profeti i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu për Muhamedit alayhis salam thot Allahu në surën Inshirah, wa rafa'na laka dhikrak, dhe ne të ngritëm lart famën tënde, o Muhammed. Ditë se Muhamedi alayhis salam ka qenë me famë të madhe. Allahu po thot, kena ngrit ty me, kena bëu ty me famë të madhe. A ka famë të madhe se sa Muhamedi alayhis salam? A ka njeri i cili është më i famshëm se sa Muhamedi alayhis salam? Vula pejgamberëve. Emri më i përdorur sot në dunja është emri Muhammed. Është emri numër 1 që është i përdorur. Allahu i ka dhënë famë të madhe Muhamedit alayhis salam. Te musliman po edhe te jo muslimanët. Shumë nga selefët, nga të parët e umetit, si Ibn Abasi, si Mujahidi, kanë thonë se Idrisi është ngritur i gjallë në qiell, si Isa alayhis salam, dhe atje ka vdek. Ndërsa Ibn Abasi thotë se është ngritur dhe nuk ka vdek, por është gjallë. Edhe këtë mendim e forcojnë me hadithin e Mirajit të pejgamberit alayhis salam, ku pejgamberi alayhis salam prej në Mesjidul Aqsa u ngrit për të Allahu subhanahu wa taala, ngrit në qiellin e parë, qiellin e dytë, qiellin e tretë, qiellin e katërt, 5, 6, 7, edhe shkoi te Allahu subhanahu wa taala. Në hadith është përmend se pejgamberi alayhis salam, se Muhamedi alayhis salam qiellin e katërt e ka taku Idrisin alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam e pyeti Xhibrilin, shoqëruesin e tij, se kush ishte ky njeriu Xhibril? Tha, ky ishte Idrisi. Thamse, historia e Idrisit alayhis salam është histori e shkurtë, që nuk është e përmend shumë në Kur'an apo në hadithat e pejgamberit alayhis salam. Pasi që Idrisi alayhis salam vdiq, dhe njerëzit vazhdonin me jetu në tokë, vazhdonin mu martu, vazhdonin mu shumu, dhe me gjallëru në tokë. Pastaj, vdekja e Idrisit alayhis salam jep një shans të madhe shejtanit, jep një shans të madhe iblisit, që me qonë në vend premtimin që ka dhënë Allahut, që mi deviju njerëzit prej rrugës vërtet, dhe ky bëshllëk i vdekjes këtij pejgamberi Idrisit alayhis salam, tash iblisi po merr hof. Tash e ka shansën që akoma më shumë mi deviju njerëzit prej rrugës së vërtet. Ashtu siç i kish dhënë premtim Allahut subhanahu wa taala, se unë do të devijoj njerëzit, do t'i nxjerrë prej rrugës së vërtet deri në kiamet, deri në ditën e fundit. Për këtë arsye, dhe Allahu nuk i la njerëzit pa udhëzues, por u dërgoi atyre pejgamber. Kështu që njerëzit pas Idrisit alayhis salam, Allahu njerëzve u dërgoi Nuhun alayhis salam. Sa është koha midis Ademit alayhis salam dhe Nuhut alayhis salam? Në një hadith të transmetuar nga Ebu Umame, transmeton, njeri e pyeti, tha, oj dërgori Allahut, Ademi ka qenë pejgamber? Po i thot Muhamedi alayhis salam, po thot ka qenë pejgamber.
E sa ka mes ti dhe Nuhut a.s. Tha 10 çekuj. Tha pyetsi, e sa ka mes Nuhut dhe Ibrahimit? Tha 10 çekuj. Tha pyetsi, o dërguari i Allahut, sa ishin të dërguarit në numër? Tha 315. Allahu e ka përmend ngjarjen apo historinë e Nuhut a.s. për shumë sura në Kur'an. E ka përmend në surën A'raf, Yunus, Hud, Anbiya, Mu'minun, Shuara, Ankabut, Saffat, Qamar. Edhe ka zbritur një surë të tërë, komplet një surë e ka zbrit me emrin Suratun Nuh, surja e Nuhut a.s. Ajo që dihet me siguri, është se pas Idrisit njerëzit filluan me braktisë rrugën e drejtë. Filluan që m'ju bint Iblisit, armikut të tyre dhe të babait të tyre Ademit a.s. Kështu që Iblisi a.s. filloi që njerëzve m'jau hieshu, m'jau zbukuru idhujtarin dhe adhurimin e vareve dhe adhurimin e putave. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu na tregon se që nga koha Ademit a.s. deri te Nuhu, njerëzit ishin me besim të shëndosh. Ishin me besim të pastërt, adhuronin Allahun subhanahu wa taala, nuk i bënin shirk atina. Dhe ndishin rrugën e babait të tyre Ademit a.s. Derisa erdhi Nuhu a.s. erdhi koha Nuhut a.s. ku njerëzit filluan me dal për rrugës së vërtetë. Filluan me bë shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe shirku që ka nis parë herë në tokë më bë, ka qenë në kohën e Nuhut a.s. Njerëzit që nga koha Ademit a.s. ishin një umet, ishin të bashkuar, kishin një fe, të gjithë ishin musliman, të gjithë thoshin la ilaha illallah, të gjithë adhuronin Allahun subhanahu wa taala. Me nëkrije me Nuhun a.s. Këtë e vërteton dhe ajeti kuranor i surës Bekare, ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم." Dikur të gjithë njerëzit ishin një bashkësi, ishin një umet, ishin të bashkuar. Pastaj Allahu u zbriti pejgamber, u dërgoi pejgamber si përgëzues dhe qortues. Ai u zbriti atyre librin me të vërtetën, për të gjykuar njerëzit në çështjet për të cilat nuk pajtoheshin. Mirë po njerëzit u përçan mes tyre. Pasi u erdhën shenjat e qarta nga zilia që e kishin për njëri tjetrin. Fillimisht njerëzimi ishin të bashkuar në një fe. Pastaj u përçan, sepse deportoi shirku, deportoi kufri, deportoi idhujtaria. Dhe Allahu dërgoi pejgamber që mi thirrë këto njerëzit në besim. Dërgoi Allahu subhanahu wa taala pejgamber që mi thirr këta njerëz në njohurinë e Allahut subhanahu wa taala. Si u përhap shirku dhe si nisën njerëzit me dal prej fesë së Allahut. Si nisën mi bë ortak Allahu subhanahu wa taala njerëzit në kohën e Nuhut alayhis salam. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu edhe ulemat të tjerë nga të parët tanë e kanë komentuar ajetin kuranor të surës Nuh, ku Allahu thot: "Wa qalu la tadharun alihatakum wa la tadharun wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra." Edhe përmes këtij ajeti, duke e komentuar këtë ajet, Abdullah ibn Abbas tregon se si ka nis mu përhap shirku në kohën e Nuhut alayhis salam, ku Allahu thot dhe u than: "Mos praktikoni zotat tuaj kurse se mos e praktikoni vedin, as suajin, as jeguthin, as jaukën, as nesrin." Këta janë 5 njerëz, të cilët kanë qenë njerëz të sinqert, kanë qenë njerëz të devotshëm, kanë qenë evliya të Allahut subhanahu wa taala. Dhe secili prej këtyre njerëzve ka pasues, që i kanë pasu këto 5 njerëz të devotshëm. Pas vdekjes së këtyre 5 njerëzve të mirë, që Allahu i ka përmendur në Kur'an, këtyre 5 emrave, pasi që vdesin këto, shejtani, iblisi i mallkuar, po ballë në formën e një plaku të urtë, e një plaku të mençur, që do të mirë njerëzve. Shejtani në formën e plakut të urtë, pjeshkon këtyre njerëzve, këtyre pasuesve të këtyre 5 njerëzve të mirë, edhe pjo thot: "Mashallah,
Këto kanë qenë shumë njerëz të mirë, kanë qenë evliat Zotit, kanë qenë të dashur të Zotit. Pse ju nuk pi bani përmendore këtyre njerëzve të mirë? Pse s'pi bani puta këtyre njerëzve të mirë? Këto kanë qenë njerëz të veçantë të Allahut, këto kanë qenë njerëz zgjedhur të Allahut, kanë qenë musliman të mirë. Këshire, Iblisi, përmes fjalëve tina, përmes mashtrimeve tina, në pamje e një njeriu të urtë, këshire çka pjo thot njerëzve? Që shpishtin që mi bo idhoj ato njerëzit e mirë, mi bo puta përmendore. Pjo thot Iblisi, bani puta dhe idhoj këto 5 njerëz të mirë, që pasaj kur t'i shifni, ju me marrë shembull të ato. Kur t'i shifni këto putat e atymve, skulpturat e atymve, ju me marrë shembull. A dini kush janë kanë ata dhe jo të përbosi ata. Kështu nisin hapat e shejtanit për mi çu njerëzit drejt shirkut. Kjo është etapa e parë te historia e Nuhut alayhis salam. Pastaj shejtani nuk I nguc këto njerëz. I shtin një herë këto 5 njerëzit e mirë, mi u bë skulptura këtyre njerëzve. Mi u bë puta, idhoj, përmendore. Dhe njerëz pi nguc. Këto njerëz pastaj vdesin. Pastaj pas qindra vjetëve, që kanë përmend dietarët, vjen edhe gjenerata e dytë. Pasi që kishin kalu qindra vjet, po vjen gjenerata e dytë. Edhe tash pe përdor metodën tjetër shejtani. Njeri banën vetëm ka një skulptur këtënve. Pastaj shejtani në formën e një plaku të urtë, pi shkon edhe pi thot njerëzve, këto kanë qenë njerëzit mirë, evliat Zotit, pse nuk pe bani secilin në shtëpinë e vet ka një skulptur për këto 5 njerëzit mirë? Njeri shtini vesh një me ba. Ç'ta është metoda, ç'ta është hapi I dytë? Në gjeneratën e dytë. Pas qindra vjetëve pishten, pse s'pe bani secilin në shtëpinë e vet, me pas ka një skulptur. Ka një idhull këtyre 5 njerëzve të mirë. Dhe kështu njerëzit fillojnë me dëgju shejtanin. Ato nuk e dinë që kjo shejtani, ato janë të menduar se kjo është njëri I urtë, një plak I urtë, që ja do të mirën atyre, dhe kështu nisin njerëzit mi bo idhujt, ato skulpturat e këtyre njerëzve të mirë, se selin në për shtëpinë e vet. Pastaj, kjo gjenerata e dytë, vdesin edhe gjenerata e dytë, këti kanë skulpturat idhujt në shtëpitë e veta. Vdesin edhe këto gjenerata e dytë, vjen gjenerata e tretë. Prap shejtani u shkon këtyre si këshillues, që ja u do të mirë, dhe thot, o ju njerëz, të parët e juve, kur kanë pas nevojë për diçka, kanë shku te këto idhoj, te këto skulptura, dhe ju kanë lutë atyre. Edhe lutja është pranu, provoni nëse doni. Lut në këtyre putave, edhe këshirni që kam jau pranua. Lutjet e juve kanë u pranu. Edhe kështu njerëzit gradualisht binden dhe nisin me kërku prej idhujve, prej putave, prej skulpturave, nisin me kërku shefaut në rimecem. Nisin me lut ata, nisin me adhuru ata. Kadal, shejtani pishtin korth. Ashe tash gjenerata e tretë. Kadal shejtani I nxiti, I mësoj që mi bëj shirk Allahu subhanahu wa taala. Ashe shejtani çfarë metoda përdor? Jo për miniata, kadal. Etapa, shkallë, derisa të nxjerrë për Islamit, të nxjerrë për fejës Allahu subhanahu wa taala. Ata njerëz nuk e mohuan Allahun, s'ton që s'ka Zot. Mirë po krahas Allahut, krahas Zotit, ata adhuruan edhe putat, I banon shok Allahut, I banon rival Allahut, edhe nisën me adhuru dhe idhoj. Këto njerëz kanë besuar në tauhidin rububia, përso të kitë njerëzimi besojnë që ka Zot. Tauhidi rububia do të thotë se Allahu ekziston dhe se është krijuesi I gjithësisë. Krejt njerëzit, edhe jo musliman besojnë tauhidin rububia, tauhidin e njëshmërisë së Allahut, se Allahu është krijuesi I çdo gjëje, dhe se Allahu ekziston. Mirë po, problemi është në tauhidin uluhia, problemi është në adhurimin e Allahut, se kënd të adhurojmë na, dhe si na adhurojmë Zotin. A I bojmë rival Allahut, a I bojmë shok Allahut, a I bojmë urtak Allahut. Pra
Problemi është në tauhidin uluhia, në tauhidin e adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë mision, Allahu subhanahu wa taala azroi Nuhun alayhis salam që më thirrë popullin e vet. Më thirrë popullin e vet në njohurinë e Allahut subhanahu wa taala, që me adhuru Allahun ashtu siç e meriton Zoti. Me një adhurim të saktë, me një adhurim të drejtë dhe me një adhurim të sinqert. Allahu e dërgoi Nuhun alayhis salam për pejgamber të popullit i pasi ata ranë shirk. Ky tregim merret nga Kurani, nga ajetet kuranore, merret nga hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe merret nga gjurmët apo transmetimet e dietarëve të selefëve të parëve tanë të mirë. I pari popull në rruzull toksor që i ka bërë shirk Allahut është populli i Nuhut alayhis salam. Dhe Allahu zbriti dënim për këtë popull, ku do të flasim pastaj. Pastaj do ta shohim në vazhdim se si Nuhu alayhis salam filloi që t'i thret popullin e tij në Islam, filloi që t'i thret popullin e tij në fjalën la ilaha illallah, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut. Dhe Nuhu alayhis salam kishte marrë një mision shumë të rëndë. Allahu e kishte ngarkuar Nuhun alayhis salam me një mision shumë të rëndësishëm, që m'ja u kumtu njerëzve Islamin, që me u kumtu dhe transmetu njerëzve fejnë e vërtet, fejnë e pastërt, fejnë e qiltërt, fejnë e besimit në një Zot, fejnë e njohshmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Tregimi Nuhut alayhis salam është një tregim shumë interesant, është shumë i veçantë, është tregim tërheqës. Mirë, por në të njëjtën kohë është edhe tregim frikësues. Është i frikshëm, sidomos fundi i kësaj historie të Nuhut alayhis salam, të popullit të Nuhut alayhis salam. Nuhu alayhis salam nuk pajtoi me popullin e tij, me besimin e popullit të tij, i shihte ata duke adhuru idhujt, statujat dhe duke ju lutur atyre në vend të Allahut. Tashmë i kishte ardhur shpallja Nuhut alayhis salam dhe e kishte marrë mbi supe misionin e tij, pejgamberllokun. Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në surën A'raf. Ne e patëm dërguar Nuhun tek populli i tij. Ai u tha: "O popullim." I thiri Nuhu alayhis salam popullin e vet: "O popullim, ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Unë nuk kam frikë se do të bjerë mbi ju dërimi një ditë të madhe." Ndërsa paria popullit të Nuhut i thanë: "Nuk çohim ty përveç se një humbje, ti një humbje, ti një asgjë, ti nuk ki kur një farë vlerë." Kështu pi kthehet paria, pi thot Nuhut alayhis salam. Ai tha: "O popullim, unë nuk jam në kur farë humbje, unë jam i dërguar nga ana e Zotit të gjithësisë. Unë nuk jam humbje. Mu vetëm ka dërgu Allahu subhanahu wa taala, Zoti i gjithësisë, që m'ju thirr juve në Islam." Thot: "Unë ju sjell shpalljet e Zotit tim, ju këshilloj dhe di nga Allahu ata që ju nuk e dini. Apo çuditën e që këshilla e Zotit tuaj t'ju vinë ndërmjet një njeriu prej jush, i cili ju tërheq vërejtjen, që të keni frikë Allahun në mënyrë që të mëshironi." Pra Nuhu alayhis salam nisi edhe me thirr njerëzit dhe popullin e vet në Islam. Që thonë: "O ju popull, mos e adhuroni askën tjetër përveç se Allahut. Adhurojeni vetëm Allahun." Nisi me thirrën fe Nuhu alayhis salam. Nuhu alayhis salam, si të gjithë pejgamberët e Allahut, zgjedhnin fjalë të mira në komunikim. Zgjedhnin fjalë të mira të bukura kur i thirrnin popullin e vet në Islam. Dhe i thirrnin me dëmshuri: "O ju popullim, o ju njerëzit e mi." Kështu i thirrnin pejgamberët e Allahut në veçanti Nuhu alayhis salam. I thoshte: "O popullim, pra ju jeni popullim dhe unë jam njëri prej juve. Unë jam njëri prej juve. Unë jam sigur se jo jam njëri." Porosia e parë e Nuhut alayhis salam ishte: adhurojeni Allahun. Kthejuni Zotit tuaj të vërtetë se nuk ka zot tjetër përveç tij. Thot: "Nëse ju nuk e bëni këtë, atëherë kam frikë se kam ju kap dënimi i Zotit. Nëse ju nuk e bëni këtë që me adhuru Allahun." Pi thot Nuhu alayhis salam: "Kam frikë se kam ju kaplu dënimi i Allahut, kam ju dënu Allahun me një dënim shumë të madh." Shejtani i mallkuar i kishte kthyer popullin Nuhut ka vetja vet.
Dhe ata kur e shifnin Nuhun, e shihnin sikur një njeri të devijuar, sikur se një njeri të humbur pa kur një farë vlere, andaj i thonë, ne jemi duke parë të te si një humbës, ti je një njeri i humbur, i devijuar, jenë një humbje të qartë. Ajo që përna thua të i thëshin, nuk ka të bëj asgjë me realitetin, nuk ka të bëj asgjë me të vërtetën, ti duke na thonë këcira, po thoj Nuhut, ti po na shtin neve, milon krejta të zota, vish për një zot. Sa të kanë zamë, na ina matë mirë se na kina shumë zota, ti ki vetëm një zot. Me çfarë logjike kanë shku? Populli Nuhut alayhis salam. Se na ina matë mirë se na kina shumë zota, ti ki vetëm një zot. Ti je humbës, ti s'ki ku një farë vlere. Kështu i thonin paria e popullit të Nuhut alayhis salam. Subhanallah, ja tërheq njerëzve, ja tërheq vërejtën njerëzve, i duket se i duke i fol fjalë të këqija atina. Kështu është edhe sot. Dikujna i fol për mirë, ati i duket se ti fol për keq. Ti e duke thirr namaz, ti duke thirr vepra të mira, ai mendon se kjo të fol palidhje, o të fol fjalë të kota. Kështu është edhe musliman. Para no, ja ka dhënë ayat me hadith. I thot, shka kjo prapambetori. Hala, njerëzit kanë shku në ham, kjo hala mirët me ajete dhe me hadithe. Kjo hala mirët me pralla. Sa pra jo muslimanve, për atyre të cilët nuk e njohin fejnë Allahu subhanahu wa taala, tregimet e pejgamberëve i zonë si pralla. Allahu i ka përmend tregimet e pejgamberëve që na më morëm mësim. Me morëm mësim prej Ademit alayhis salam, me morëm mësim prej ngjarjes së Kabilit edhe Habilit. Me morëm mësim prej popullit të Nuhut alayhis salam, prej Ibrahimit alayhis salam, të Isis alayhis salam, të Muhamedit alayhis salam, që na mi pas shembuj ata pejgamber, me mor shembuj, me mor dobi prej ngjarjeve, se Allahu kot nuk i ka përmend Kur'an ngjarjet e pejgamberëve. Allahu i ka përmend që na me mor dobi prej tyre, me mor urtësi prej këtyre ngjarjeve, që na me përfitu prej këtyre ngjarjeve. Dhe Allahu kur gjao nuk ban kot së koti. Allahu kur gjao në Kur'an s'ka përmend kot së koti, po e ka përmend apo na ka tregu me një qëllim të caktuar. Populli Nuhut alayhis salam i arçet i jepnin lloj arsye Nuhut alayhis salam për mos mi besu atina. Nërsa Nuhu alayhis salam vazhdonte dhe nuk u ndalte duke e ftu popullin e vet në fjalën la ilaha illallah. Ai nuk lente asnjë metodë pa e përdor. Nuk e lente asnjë mënyrë pa e përdor, vetëm që t'i binte popullin e tij që ta adhurojnë vetëm Allahun, që t'i kthehen fejës së pastërt islame. Ai thëriste publikisht e në mënyrë të fshehtë, në këtë mënyrat, në male, në fusha, në për shtëpi, natën dhe ditën, përdorte lloj metoda vetëm që populli i tij të kthehen në rrugën e drejtë. Dhe i këshillonte, dhe i qortonte se nëse nuk kthehen në rrugën e drejtë, kam ju dënu Allahu subhanahu wa taala. Në anën tjetër, populli i tij vazhdonte duke ju kundërvi Nuhut alayhis salam. Populli i tij vazhdonte duke kundërshtuar Nuhun alayhis salam, duke gjetë arsye të kota, arsye që nuk kanë asnjë vlerë. Gjenin populli Nuhut alayhis salam plot arsye për mos me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Gjenin lloj arsye për mos kthyer fejes Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk i pranonin këshillat e Nuhut alayhis salam. Dhe akuzonin me akuza të shumta. Akuzonin me akuza të rënda, siç kanë bërë edhe popujt tjerë me pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Kush on këtë rrugë që thirr në të vërtetën? Kush është në këtë rrugë që thirr në Islam, thirr në Kur'an dhe thirr në Sunet? Patjetër se ka me pas kundërshtar. Patjetër se ka me dal dikush edhe ka me të shoh. Patjetër se ka me dal dikush edhe ka me të fi. Kjo është misioni i pejgamberëve. Kjo është misioni të dërguarve të Allahut subhanahu wa taala. Se patjetër nëse ti ki mu ka në rrugën e drejtë, patjetër se këtë që gjetat kanë mu drejtu ka te. Patjetër se ki mu ka një akuzume, ki mu ka një shpift, kanë me shpift njerëzit për ty. Mirë po, qëndrueshmëria në rrugë të Allahut. Mu ka një qëndrueshëm si Nuhu alayhis salam, si Ibrahimi alayhis salam, mu ka një qëndrueshëm si Muhamedi alayhis salam. Kjo është feja jonë e pastërt. Kjo është misioni i pejgamberëve. Kështu duhet të jetë
edhe misioni i dietarëve, misioni i hoxhallarëve, misioni i davetxhive, mu kon qëndrueshëm në rrugt të Allahut, mu kon qëndrueshëm në davet, mu kon qëndrueshëm në thirrje. Kjo është modeli jon. Për arsyeve të jo besimtarëve ishte se Nuhu ishte njeri i thjesht, sikur të gjithë të tjerët. Ai si ishte melek, si ishte angel, por ishte i njëjtë sikur se njerëzit e tjerë. Dhe i thonë se ti nga këta sa më ulë të shoqërisë. Ti s'jas i pasur, ti s'jas pushtet, ti s'jas pozitë. Allahu e ka përmendur në surën Hud. Paria që nuk besoi nga populli i tij tha, ne nuk të shohim ndryshe vetëm si njeri. Sikur se edhe ne nuk po shohim se të pasoj kush, përveç atyre që janë më të poshtrit, e më mendjelehtat nga mesi ynë, dhe ne nuk shohim se ju keni ndonjë vlerë mbi ne, por kundazi ne ju konsiderojmë gënjeshtar. I thanë, nuk, ti s'ki ku një farë vlera. Ti njeri sikur se njerëzit e tjerë. Ti edhe ato të cilët të pasojnë ty janë prej të poshtërve, janë prej njerëzve të këqe. Krevet e tyre jo musliman, po e kundërshtoj Nuhun e po i thonë, kush je ti që më na tregu neve, më na mësu neve fejnë tonë. Ti njeri i thjesht, ti nuk je sikur se na, ti nuk je melek, ti je sikur se njerëzit e tjerë, ti njeri i thjesht, ti nuk je ku një farë vlera. E Nuhu a.s. po vazhdon me thirr popullin e tij me butësi, dhe jo me vrashtësi. Ndërsa butësia është rruga e suksesit. Butësia është çelësi i suksesit. Butësia është çelësi por mi përfitu njerëzit e tjerë. Të gjithë ata të cilët kanë thirrur në fe me butësi, me urtësi, e kanë përfitu zemrën e njerëzve. Kjo është urdhër prej anës së Allahut subhanahu wa taala, që mi thirr njerëzit me fjalë të mira, me fjalë të bukura, me urtësi. Thot Allahu në Kur'an: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan." Ti Muhammed, thirr për në rrugën e Allahut me urtësi dhe këshilla të bukura, dhe polemizo me ta, polemizo dhe debato me kundërshtarët në mënyrën që është më e mira. Këtë pejgamberët e kanë pas këtë moto. Këtë pejgamberët e Allahut kanë thirr rrugën e Allahut me urtësi, kanë thirr me këshilla të mira dhe me këshilla të bukura. Këtë pejgamberët e Allahut kanë qenë të butë në thirrje. I kanë thirr njerëzit në mënyrën më të mirë të mundshme. Në fakt, kjo duhet të jetë edhe thirrja e të gjithë dietarëve, e të gjithë hoxhallarëve, e të gjithë misionarëve, i thirr njerëzit me butësi dhe me fjalë të mira. Nuhu a.s. jo është përmbajtur programit të treguar nga ana e Allahut. Pastaj i doronte ata. U përgjigjej pyetjeve të tyre, debatonte me ata me durim dhe me moral. Se dush me pas sabër të madh, durim të madh. Ti me vite të tëra mi thirr njerëzit dhe ata mos më përgjigj thirrës tone. Do të me pas durim të madh, do të me pas sabër të madh. Allahu ka përmendur në Kur'an, ku thot ai Nuhu tha, o popullim, më thoni nëse unë jam i mbështetur në argument të qartë nga Zoti im, dhe ai më dha mëshirë nga ana e tij. E juve u janë fshehur ato argumentet. A mund t'ju bëjmë ta pranoni me detyrim provën kur ju e urreni? I thot, o popullim, unë për këtë nuk kërkoj nga ju kur far pasurie. S'jam të kërku pasuri për juve, s'jam të kërku të mira materiale, të mira të kësaj bote për juve, jam t'ju thirr vetëm që më adhuru Allahun. Dhe thot Nuhu, mua më shpërblen vetëm Allahu, s'pe pres shpërblimin e juve. Unë nuk mund t'i doboj ata që besojnë. Ata do të takohen me Zotin e tyre, mirë po unë shoh fatkeqësisht ju jeni popull që nuk dini. Dhe thot, o popullim, kush do të më mbrojë nga Allahu nëse unë i doboj besimtarët, a nuk doni të marrni këshill? Populli Nuhut a.s. ishte popull kryeneq. Ishin popull krefort. Nuk e pranonin të vërtetën. Nuk e pranonin të vërtetën, e vërteta e cila ishte pa mohueshme si drita e diellit. A mund dikush me mohu dritën e diellit? Çash mund mi mohu dikush që ka logjik argumentet e Allahut subhanahu wa taala? Inna fi khalqi as-samawati wal ard, më të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar, dhe ndrimin e natës dhe ditës. La ayatun li ulil albab, ka prova, ka argumente për ata të cilët kanë mendje dhe kanë logjik.
Gjithçka që Allahu ka kriju është argument për ekzistimin e tina. Është argument për ekzistimin e Kur'anit, për ekzistimin e Islamit. Ata thonë, no, ti polemizove me ne dhe e zgjate polemikën tonë. Le të na godes ajo me çka na kërcënon, nëse thua të vërtetën. Kështu çfarë gjendje ardh populli i Nuhut alayhis salam? Apo na thotë se Zoti na dënon neve. Thuaj Zotit, le të na dënoj neve. Le të bjerë dënimi i Zotit te na. Kështu far populli kryenaç. Ai Nuhu tha, vetëm Allahu do t'ja sjell atë. Nëse dëshiron, e ju ati nuk mund të ikni. Këshilla ime nuk do t'ju bëj dobi dhe sikur të doja t'ju këshilloja, nëse vullneti Allahut është që t'ju shkatroj. Nuhu alayhis salam thot, edhe nëse unë du që më udhëzu, nëse s'do Allahu ju s'mundi më udhëzu asnjëherë. Ju s'mundi me dal rrugën e vërtetë asnjëherë. Ai është Zoti juaj dhe ju tek ai do të ktheheni. Thot mjaft naftove në fen tone, mjaft na kundërshtove, mjaft debatove me neve. Thot na ke lodh mo. Bjerë dënimin e Zotit. Hajta këshim ja është e vërtet që ajo shka përna thuti neve. Let na dënoj Zoti jot. Ata me gojën e tyre kërkonin dënimin e Allahut. Nga se ishin këmbgulës në ata që vepronin dhe nuk donin me heqë dorë prej idhujve dhe prej adhurimit të idhujve. Por Nuhu alayhis salam vazhdonte me durim, vazhdonte duke bë sabër, duke i ftuar për tek Allahu me këshilla. Unë nuk dënoj askënd, nuk sjellë unë dënim për ju as për askënd. Nuk është kompetenca ime ajo. Dënimin po e përshpejtoni ju dhe ata ju sjell Allahu, nëse dëshiron t'ju dënoj. Po nëse Allahu do t'ju dënoj, atëherë këshillat e mia më nuk ju bëjnë dobi. Ai është Zoti i kësaj gjësie. Ai bën çfarë do. Në dorën e tij është fati juaj dhe i çdo kujt tjetër. Sa kohë ka thirrë në Islam Nuhu alayhis salam? Allahu ka përmendur në Kur'an. Se Nuhu alayhis salam një kohë të gjatë e ka thirrë popullin e vet në fe. Allah ka përmendur: "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama." Ne dërguam Nuhun tek populli i tij. Ai qëndroi tek ata 1050 vjet. 1050. Pra 950 vjet Nuhu alayhis salam i ka thirrë njerëzit, e ka thirrë popullin e tij në Islam. Para mendoni çfarë sabri, para mendoni çfarë durimi do të pas një njeri 950 vjet mi thirr njerëzit në fe. Këta e bojnë vetëm njerëzit e zgjedhur të Allahut subhanahu wa taala. Këta nuk mund të me bëjë secili. Allah e ka përmendur në surën Nuh, ai tha: "O Zoti im, unë thira vërtet popullin tim natë dhe ditë. Por thirrja ime edhe më tepër i largoi ata nga e vërteta. Sa që i thirrja për t'i falur ti atyre mëkatet, ata i vinin gështërinjt në vejtë dhe mbulonin kokat e tyre me teshat e tyre, duke këmbgul në mosbese." Para mëno, Nuhu alayhis salam ka thirrë në fe, ka thirrë në adhurim, ka thirrë në Islam, asa kanë shkuj kanë qelë vejtë. I kanë qelë vejtë, s'kan mujtë mu me dëru Nuhun alayhis salam prej thirrjes që u ka bë atyre. Më pas u shpalla dhe botërisht edhe pse hora zë, thotë Nuhu. E u thash, kërkoni falje Zotit tuaj, i cili është falas i madh. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Po thot Allahu në surën Nuh, e u thash, kërkoni falje Zotit tuaj, i cili është falas i madh. Që ai t'ju dërgoj shi të bollshëm, t'u ashtoj pasurinë dhe familjen tuaj dhe të bëj për ju kopshte e lumej. Këtu djetarët në këta jetë kuranore të surës Nuh e përmenin dhe vlerën e istigfarit. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Thot, e u thash kërkoni falje nga Zoti juaj, sa ai është falas i madh. Kërkoni falje Zotit tuaj. Me një ajeti kuranor vijues thot që ai t'ju bie shi të bollshëm. Se me istigfar, nëse ti kërkon falje Allahut, Allahu t'sjell shi, Allahu t'sjell bereqet, Allahu t'sjell lumturi. Ajeti vijues çfarë thot? Që t'u ashtoj pasurinë dhe familjen tuaj. Kush është i varfër, shtoj istigfarin, Allahu ta shton pasurinë. Kush nuk ka fëmijë, shtoj istigfarin, Allahu të sjell fëmijë. Këto ajete kuranore të surës Nuh i kanë përmendur dietarët, duke e përmend dhe duke treguar se çfarë vlere ka istigfari. Këto ajete dhe shumë ajete tjera që Allahu i ka përmendur në Kur'an tregojnë
qartë se me përkushtim, se sa me përkushtim të madh, Nuhu alayhis salam I ka thirrë njerëzit në fe. Me mund e me përpjekje të madhe, 1050 vjet, 950 vjet, duke I thirrë njerëzit në fe. Ky ishte kontributi I Nuhut alayhis salam që e ka dhënë për këtë fe dhe për këtë din. Allahu Allahu në madhruar me na bë të shëndrueshëm dhe të durueshëm si Nuhu alayhis salam. Ndavet dhe në thirrje. Allahu në madhruar me na dhënë sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Allahu në madhruar me na dhënë sinqeritet në nxënien e ditërisë. Allahu në madhruar me na fal me faljen e tij të madhe, me na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Allahu në madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit. Dhe Allahu në madhruar me na tubu në xhenet, çashtu çush na ka tubu në këtë vend. Lutja jone e fundit është Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të vazhdojmë me ligjëratat e radhës, duke fol vazhdimin e ngjarjes së Nuhut alayhis salam. Se s'ka mbaruar me kaç, por do ta mbarojmë sot me lenin Allahut, mos ta teprojmë më shumë. Zoti ju shpërblet.